أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء جعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Falenderimet, lavderimet, lartësimet I takojnë atij Allahut fuqiplot, krijuesit të çdo gjë, sunduesit të gjitha botrave. Atë falenderojmë, lavderojmë, lartësojmë për çdo begati dhe mirësi të cilat ai Allahu fuqiplot na I ka dhënë. Dërgojmë selam dhe salavat mbi pejgamberin salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, mbi familjen e tij të ndershëm dhe mbi të gjithat të cilët e pasojnë ndjekin rrugën e tij deri në ditën e llogarisë. Të ndershëm vëllezër dhe motra, ne me lejnë Allahut fuqiplot vazhdojmë me xhliset tona të khairit, të dobishëm, ndejet tona duke sunuar që ta ngrisim, plotësojmë moralin e debin ton. Të ndershëm vëllezër dhe motra, fal Allahut fuqiplot, ne nga dita ditës ndëgjojmë komentime të ndryshëm, që është e mira që t'i përmendim, komentime ku ne ndëgjojmë se shumë njerëz po na tregojnë dhe thonë se ka dobi nga këto mexhliset tona të khairit, ku ne lutim Allahun fuqiplot që së pari të kemi ne dobi për arsye se këto ligjërata apo këto mexhlise edhe neve na bëjnë dobi se dhe ne kemi nevojë për adab, moral, ahlak. Është e udhës që ta kujtojmë njëri tjetrin se çka kemi folur në mexhlisin e kaluar apo në ndejën e kaluar, ligjëratën e kaluar, kemi përmendur kapitullin 14, kapitullin Bab la yasubbu walidayhi. Kemi folur se ky kapitull Imam Buhariu e ka pasur për synim apo për qëllim që të flas për njeriu I cili nuk guxon t'i lejojë vetes që ta shaj prindërin e vet, që ta ofendoj prindërin e vet, që ta mos respektoj prindërin e vet, dhe kemi përmendur do hadithe të cilat I ka shënuar Imam Buhariu. Ajo është nga hadithi I para apo 27 hadith më rresht, hadithi ku e transmetohet nga Abdullah ibn Amr ibn As, ku thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: min al-kaba'iri an yashtima ar-rajulu walidayhi. Nga mëkatet më të mëdha, nga mëkatet e mëdha është që njeriu t'i shaj prindërit e vet, t'i ofendoj prindërit e vet. Subhanallah, kemi folur për këtë më gjatë, po lutim Allahun fuqiplot që Allahu mos na bëjë nga ato të cilët I shajnë prindërit e vet apo I ofendojnë prindërit e vet. Dhe të pranishmit apo sahabët e pyetnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "Kayfa yashtimu ya Rasulullah?" Si e ofendon apo si e shan prindin o I dërguari Allahut, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj duke thënë se yashtimu ar-rajulu fa yashtimu abahu wa ummuhu. Njeriu kur e ngacmon atë tjetrin, e provokon atë tjetrin, e shan atë tjetrin, ofendon atë tjetrin, dhe ai tjetri ta shan prindin tënd, ta shan ose e behu nën baban tënd ose ummuhu nënën tënde. Kemi folur me gjatë për sharjen, për fat të keq sharje është ba diçka normale, diçka tradicionale, diçka reale në shoqërinë tonë, ku çdo e dyta fjali për fat të keq e ka një sharme, minimum një ofendim. Lutim Allahun fuqiplot që ta përmirësojë gjendjen tonë, dhe kemi përmendur hadithin e dytë apo transmetimin e dytë nga Abdullah ibn Amr al-As, se ka thënë: min al-kaba'iri 'inda Allahi ta'ala an yastasibba ar-rajulu li walidayhi. Nga mëkatet më të mëdha apo mëkatet më të mëdha tek Allahu fuqiplot është që njeriu t'i shaj apo t'i ofendoj prindërit e tij në mënyrë që ta provokon atë tjetrin dhe ai tjetri t'i shajnë prindërit e tij. Ne lutim Allahun fuqiplot që, siç kemi thënë, ta përmirësoj gjendjen tonë, se ne kemi përmendur shumë ajete dhe hadithe të cilet bëjnë fjalë për sharjen, bëjmë fjalë për ndalimin e sharjes, bëjmë fjalë për rëndësinë dhe dënimin e sharjes. Dhe ne vazhdojmë me kapitullin e 15, është kapitulli Bab uqubatu
uquqi walidain. Kapitulli i 15 i cili flet për dënimin për mos respektimin ndaj prindërve. Subhanallah, kemi arritur që ne të ndëgjojmë shumë nga ato vëllezër të cilët i ndëgjojnë këto ligjërat apo këto mezhliset tona apo dhe ishin të prezent me ne, duke na thënë se subhanallah shumë po flitet për prindërit, prindi etj. Duhet ta dim mirë se Imam Buhariu rahimahullahu taala në këtë libër me domos të dobishëm ka përmendur 24 kapituj, nga 24 kapituj ishin të gjitha vetëm për prindërit. Nga 24 kapituj, 46 hadithe ka përmendur vetëm për prindërit. Së pari ka filluar nga urtësia e tij dhe nga dashuria e tij që neve të na shpalos fenë në mënyrë sa më të mirë, që ne t'i respektojmë, nderojmë prindërit tonë në formën, në mënyrën sa më të mirë. Ka filluar me rëndësinë e prindërve. Sa është rëndësia e prindërve, si është rëndësia e prindërve, roli i prindërve. Kujt i takon më së shumti respekti, nderimin dhe dëgjueshmëria. Atëherë si ne t'i respektojmë etj. Dhe kemi arritur tek ajo që shpesh herë neve nuk na pëlqen. Ajo çka? Dënimi për mos respektimin ndaj prindërve tonë. Për fat të keq, edhe kjo ndodh. Imam Buhariu e shënon një hadithin e 29 më radh, ai është hadithin nga an Abi Bakr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Abu Bakr thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma min dhanbin ajdarahu an yu'ajjala li sahibi al-uquq uquba ma'a ma yaddakhiru lahu." Nuk ka mëkat për të cilin tek Allahu ja përshpejton dënimin atij i cili e kryen atë mëkat, atë gjëna. Nuk ka vepër e cila e përshpejton tek Allahu mëkatin, dënimin e mëkatit, edhe pse shumë Allahu çka i prolongon. Dhe çka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot min al-baghi dhuna apo tirania dhe wa qati'ati ar-rahimi. Subhanallah. Thot pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam, thot se nuk ka vepër e cila e përshpejton. Komentuesit e këtij hadithi thonë se fjalia deri tek ma min dhanbin ajdarahu an yu'ajjala li sahibi al-uquq uquba. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fjalën për dunja. Nuk ka mëkat gjuna e cila e përshpejton dënimin në këtë botë, në këtë dunja, në këtë jetë. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ma yaddakhiru la, edhe pse ka shumë mëkate, gjëna të cilat Allahu i prolongon për ahiret. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pat qëllimin këtu se prolongimi mund të jetë vetëm në shumicën e rasteve në ahiret. Komentuesit e këtij hadithi dinë më së miri. Para mendone dy mëkate për të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vërteton dhe thot. E para është dhuna, min al-baghi, tirania. Duhet ta dim mirë se pari, para mendone ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i bashkon këto dy gjëra. Ku në kapitujt për prindërit dhe për çka? Për dënimin për mos respektimin ndaj prindërve. Thënë ulema, logjika apo urtësia e këtyre haditheve transmetive është që shpërblimi për respektimin dhe dëgjueshmërinë ndaj prindërve në këtë botë është i madh, dhe në ahiret është i madh. Dhe e njëjta gjë është edhe dënimi për mos ndëgjueshmërinë e prindërve në këtë botë dhe në ahiret. Para mendone ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend min al-baghi, thot dhun. Kjo dhun ulemaja na tregon apo ju tërgjimune e përkthejnë në mënyra të shumta. E para është ku e lidhin me ajetin nga surja Yunus 23 duke thënë Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas innama baghyukum ala anfusikum. O ju njerëz. Komentuesit e këtij hadithi thonë duke treguar këtë ajet, tregojnë se çka? Allahu fuqi plot në këtë ajet, në këtë pjesë të ajetit don që ti tregon secilit njeri, çdo njeri, nuk është Allahu nuk
nuk ka kërku në formën ja ejuhalladhina amanu, o ju që besot, o ju që besoni, nuk ka drejtu Allahu besimtarëve. Por Allahu këto është drejtu kuj? Ja ejuhannas, çdo njeri. Dhe shka? Ja ejuhannas, innama baghjukum ala anfusikum. Ju kërkoni çka? Ju kërkoni kënaqësi në këtë botë. Ju vraponi mas kënaqësisë në këtë botë. Dhe shka? Ala anfusikum. Por ju i bëni çka? Dhunë kuj vetvetes. Në vazhdim thot Allahu mata'ul hayati dunya. Çka? Në kënaqësinë e çka? E dunjaje, në kënaqësinë e kësaj bote, në jetës në kësaj botë. Në vend tjetër Allahu në Kur'anin Kerim thot illa mata'ul ghurur. Dunjaja çka? E rreshme, mashtruese. Do ta blej këtë, do ta bëj këtë, do ta shkoj këtu, vetëm se kërkon një kënaqësi të dunjaje, diç kënaqësi e cila është çka? E përkohshme. Kënaqësia më e madhe është kur është Allahu fuqi plot i kënaqur me ne. Dhe me do mos kënaqësia të cilën ne i vrapojmë pas dunjaje, me do mos është dëshmi ajeti i Allahut ja ejuhan nas innama baghjukum ala anfusikum. Me të vërtet, ju vetëm se vetëm i bëni dhunë vetvetes. Kërkon kënaqësinë e dunjaje, di mirë se po i bën dhunë vetvetes. Ulema komentojnë këtë pjesë të këtij hadithi në mënyrën e dytë duke thënë se kjo min el baghi do të thotë dhunë apo tirani. Për shembull, Allahu të ka dhënë përgjegjësinë ndaj familjes, ti zoti i shtëpisë. Dhe ti po i bën dhunë tirani familjes. Allahu akbar. Ki kujdes. Allahu po të jep një pozit, ti po të tregon fuqi, ti po të tregon dhunë, tirani. Ki kujdes. Ki hak ndaj çdo kujt dhe ndaj çdo gjëje. Allahu fuqi plot na jep çdo gjë që ne të kemi kujdes mirë. Të kemi kujdes se si veprojmë në këtë botë. Allahu fuqi plot dhe ulemaja e lidhin edhe një ajet tjetër në surën Fatir 43 duke thënë se wala yahiqu al-makru as-sayyi'u illa bi ahlihi. A presin ata diçka tjetër vetëm se vetëm çka? Ata çka kanë bërë ato të parët e tyre. Ato më parshmit. Duke na treguar ulema thonë duke na treguar Allahu fuqi plot se duhemi të kemi kujdes që ne mos të jemi nga ato të cilët janë të njëjtë me ato të parët tanë, të cilët kishin pozita, kishin momente të ndryshme, situata të ndryshme, por vepronin me dhunë, me tirani. Duhemi të kemi kujdes të madh. Dhe gjëja e dytë në këtë hadith që përmendet është wa qati'ati rahim. Ajo është ndërprerja e lidhjeve farefisnore. Imam Buhariu më njëherë mbas kapitujve respektimin dhe i prindërve, apo kapituj të cilët janë të parashtruar të gjithë për prindërit, më njëherë ja fillon me kapituj për lidhjen farefisnore, siletur rahim. Ne nuk do të flasim shumë për këtë gjë, por është e udhë që ta përmendim se Allahu fuqiplot na ka obliguar që ne ti mbajmë fort lidhjet farefisnore. Allahu fuqiplot na obligojnë në Kur'anin famlart dhe na tregoi Allahu dhe pejgamberi i tij ku ne inshallah me lenin Allah do të flasim edhe më gjatë ku kputja apo lënia pas e lidhjeve farefisnore me do mos është mëkat. Duhet ta di mirë se ndodhemi në një shekull i lehtësimeve, shekull i plot të mirave. Sot ti nuk ke mundësi ndoshta ta vizitosh dikën, por ke mundësi ta thrasesh, ta komunikosh, ta dish gjendjen e tij, hallin e tij. Por ulemaja subhanallahu edhe një herën veprojnë me një fal urtësie të cilën ne duhemi mirë të mendojmë. Ajo është që ulemaja i lidhen këto dy gjëra duke na treguar se duke na thënë se paramendone se sa është vlera e madhe e lidhjeve farefisnore dhe paramendone edhe gjën më të madhe se këtë është sa është e rëndësishme dhe roli i madh i respektimit dhe nderimit të prindërve, ndëgjueshmëria ndaj tyre.
Wallahi sa shpejt edhe sa shpesh ne i harrojmë këto gjëra të rëndësishme. I harrojmë sidomos respektimin, nderimin ndaj prindërve dhe ruajtja e lidhjeve farafisnore. Dita ditës ne dëshojmë për fat të keq kputjen e lidhjeve farafisnore. Lutim Allahun fuqiplot që të na i forcoj lidhjet tona. Lutim Allahun fuqiplot që të na i forcoj edhe të na i zbuz zemrat tona që të na i afrojë inshallah. Ne vazhdojmë me hadithin radhës, hadithin e dytë të këtij kapitulli, është hadithi i 30 më radh. Hadithi ku Imran ibn Husain thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma taquluna fi az-zina wa sharbi al-khamr wa as-sariqa." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka thoni ju për zinan, kurverin, pijet alkoholike, shurbul khamr, was-sariqa, dhe vjedhjen, dhe të pranishmit thanë, kulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pyeti të shokët e tij, para mendoni, çka mendoni ju për këtë, ju për këto 3 gjëra, për këto 3 vepra. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Qala hunna al-fahisha." Çka? Këto janë vepra të këqija. Ka nga ato komentuesit të cilët e përkthejnë këtë duke thënë se këto janë krim ndaj vetes. Allahu akbar. ولا تقربوا الزنا انه فاحشه قال الله تعالى. Allahu fuqiplot ka thënë mos u afroni, jo mos veproni, jo mos e bëni, ruajuni e tjetri, mos u afroni kuj zinas. Dhe çka? Dhe ekziston wa fihinna uquba, dhe ekziston dënim për ta. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Allahu. E kemi përmendur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Imam Buhariu rahimahullahu taala shpesh herë i përmendë hadithet, çdo njeri ishte ndryshëm nga i tjetri. Por domethëniet apo mesazhet janë të mëdha, janë të dobishme. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, e njëjti konstatim të cilin kemi përmendur disa herë, ala unabbiukum bi akbaril kabair. A doni që t'ju informoj për çka? Për njërin nga mëkatet më të mëdha. Allahu akbar. Para mendoni sahabët në këtë moment, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregon për 3 gjëra të mëdha, 3 mëkate të mëdha, dhe i thosë se ato janë mëkate të mëdha, krime, dhun ndaj vetes, dhe thot, a doni t'ju tregoj se ka edhe më tepër, ka edhe më të mëdha, ka edhe më të këqija. Dhe çka? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, "Ashirku billah azza wa jalla." Thot, që ti bësh Allahut fuqiplot shok, s'ka më të madhe, u kry meseli. Wa uququl walidain. Allahu akbar. Të ndershëm vëllezër dhe motra. Allahu akbar. Para mendon e pejgamberin e Allahu sallallahu rabbi wa salam alaihi, i lidhen 3 vepra të këqija, fahisha. Edhe pasaj thot, a doni t'ju tregoj se cilat janë veprat apo mëkatet ndër më të mëdha, apo më të mëdha, çka? Shirbillah wa uququl walidain. Ti bësh Allahu shok dhe shka mos dëgjshmëri ndaj prindërve. Wa kana muttaki'an fahtazafa faqala waz-zur waz-zur waz-zur. Ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mbështetur dhe e përsëriti 3 herë wa qawlu zur waz-zur waz-zur, dhe tha dhe gënjeshtra, betimi i rrejshëm, falsifikimi e tjerë. Subhanallahu. Të gjitha këto gjëra për fat të keq, Allahu akbar, po ndodhen në shoqëri tek ne. Edhe ky është të ndershëm vëllezër dhe motra, ky është qëllimi jon më i madh, që ne ta ruajmë njëri tjetrin, ta këshillojmë njëri tjetrin, ta largojmë nga këto vepra të cilat po prishin qerin ton. Synimi ynë më i madh është që ne të synojmë ka morali më i lartë, më i mirë, më i dashur, më i dobishëm për ne, që të ndjekim pejgamberin sallallahu rabbi wa salamuhu alaihi. Të ndershëm vëllezër dhe motra, Imam Buhariu vazhdon në kapitullin e radhës dhe në këtë kapitull dhe përmenden vetëm një hadith të shkurtër. Bab buqa'ul walidain. Thot kapitulli
për vajtimin e prindërve. Allahu akbar. Pasha Allahun, njeriu vetëm kemi thënë edhe e përsërisim, vetëm njeriu t'i lexoj vetëm kapitujt, vetëm titujt e këtyre kapitujve, pasha Allahun do të ishin të mjaftoshëm. Pra mendon e Omerin radiallahu anhu, ku i biri i tij Ibn Omeri thot: Bukau l-walidejn min al-uquqi wal-kabair. Të bësh prindërit e tu të qajnë, të vajtojnë, është dënim wal-kabair, një nga mëkatet e mëdha. Subhanallah, për mendon e kemi përmendur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë se hadithi i parë ishte ku sahabiu e mësoi sahabion tjetër për 9 mëkatet e mëdha, e para shirk, i fundit është që prindërit e tu të qajnë, të vajtojnë. Dhe në hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njësoj na mësoi dhe na tregoi se një nga mëkatet e mëdha me do mos është kur njeriu arrin një gjendje të tmerrshme që t'i bëj prindërit e tij të qajnë, të vajtojnë, të jenë të mërzitur. Të ndershëm vëllezër dhe motra, nga dita ditës për fat të keq, përpara edebi u mësonte në shtëpitë tona, përpara edebi morali, etika, ahlaku u mësonte në shkollat tona, në mezhliset tona, në fjalimet tona, u ruante mirë morali. Gjërat të cilat përpara ne i thonim është marrë t'i veprosh, është turp t'i veprosh. Mos e vepro se nuk është nga morali, mos e vepro se nuk është gjë e moralshme. Dhe sot për fat të keq, ne ndodhemi në një kohë ku gjërat e moralshme janë bërë të çuditshme dhe gjërat e pamoralshme janë gjëra normale. Duhet të dim mirë, duhet të përmendim mirë. Ne ndodhemi në një kohë ku do shta kemi më rëndësi që ne t'i festojmë festat e dikuj tjetër. Do shta ne kemi më rëndësi që ne t'i ngjajmë dikuj tjetër. Edhe të harrojmë edebin, ahlakun, moralin ton. Që është më rëndësi se sa t'i festosh dikuj tjetër festën. Që është më rëndësi që ti t'i ngjajsh dikuj tjetër. Të ndershëm vëllezër dhe motra, duhemi të kemi kujdes të madh, sidomos ndaj edebit, ahlakut, moralit, sidomos ndaj prindërve tanë. Qëllimi ynë është që shpesh herë ne edhe ndëgjojmë pse po flitet kaq shumë për edebin, moralin, për prindërit, duke mos e ditur vëllezërit tanë shpesh herë harrojnë një detaj se ne shoqërohemi me librin Edebul Mufrad, enciklopedin e moralit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne po të flasim për prindërit, të gjitha hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vallahi do të na duhet shumë dhe shumë kohë. Por ne mundohemi në suaza më të shkurtëra, në kohë sa më të shkurtër që ne të flasim sa më pak dhe të marrim dobi sa më shumë, dhe për atë arsye ne lutim Allahun fuqi plot që ta përmirësoj gjendjen tonë, që të na i forcoj zemrat tona në udhëzimin e tij. Lutim Allahun fuqi plot që të na i afroj zemrat tona ndaj njëri tjetrit. Lutim Allahun fuqi plot që t'i ndëgjojmë më tepër prindërit tanë, t'i ruajmë ato derisa t'i ngjall, që mos të jem nga ato të cilët pendohen nesër kur t'i humbim. Lutim Allahun fuqi plot që të na fal gjunat neve, prindërve tanë dhe vëllezërve në ditën e llogarisë dhe besimtarëve në ditën e llogarisë. Lutim Allahun fuqi plot që t'i mëshiroj prindërit tanë ashtu siç na kanë shikuar, edukuar, rritur kur ne ishim të vogël. Lutim Allahun fuqi plot që siç na ka bashkuar sonte në këtë vend të bekuar në xhamin shtëpinë e tij të na bashkojë në gradat më të larta të xhennetit Firdaus. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.